Eci me të tjera zhvillime. Ceremonia e dhënies së certifikatave për punonjësit e Bashkisë së Qarkut të Beratit, të cilat u bën pjesë e trajnimit disa ditor me fokus menaxhimin e fondeve të Bashkimit Evropian për njësitë e qeverisjes vendore, ka sjellë sot në qytetin e Beratit ministren e integrimit Klajta Gjosha. Ceremonia e dhënies së certifikatave për punonjësit e Bashkive të Qarkut të Beratit, të cilat u bën pjesë e trajnimit disa ditor me fokus menaxhimin e fondeve të Bashkimit Evropian për njësitë e qeverisjes vendore, ka sjellë sot në qytetin e Beratit ministren e integrimit Klajta Gjosha. Shkolla Shqiptare e Administratës Publike në bashkëpunim me dy ministrit, atë të integrimit dhe ministren e inovacionit dhe administrimit publik, mundësoi trajnimin e punonjësve të bashkive të këtij qarku, ku për finalizimin e këtij trajnimi ishte prezente dhe ministria Milena Harito. Kjo e fundit e konsideroi si mjaft të rëndësishëm trajnimin e punonjësve pasi me ndarjen e re administrative territoriale, njësitë kanë më shumë kompetenca por dhe përgjegjësi. Bashkitë e reja janë të mëdha tashmë dhe kanë sfida të mëdha për menaxhimin e territoreve të tyre, për detyrat e reja që janë ngarkuar nëpërmjet vazhdimit të reformave të decentralizimit. Ju e dini që ato kanë marrë detyra të reja për menaxhimin e pyjeve, për menaxhimin e kanaleve kulluese, pra për çështje që janë në kontakt të drejtë për drejtë me qytetarët dhe që shumë më mirë sot mund të menaxhohen nga bashkitë e reja krahasimisht me ministrit që janë më në distancë nga territori. Pra duhet që bashkitë të aftësohen, të forcohen, të trajnohen për të arritur të përfithin këto fonde. Ndërsa pasi ka shpjeguar realizimin dhe rëndësinë e këtij trajnimi dhe krijimin e njësive të integrimit në nivel rajonal, e pyetur në lidhje me ecurinë e procesit të integrimit u shpreh: reforma në drejtësi është kyçi i hapjes së negociatave dhe unë sërish i bëj thirrje të gjithë palëve të ulen në tryezë dhe të ngjitin zgjidhjen e duhur në radhën e parë për gjithë qytetarët shqiptar dhe më pas për procesin e integrimit. Pjesa tjetër e prioriteteve, unë do të thoja që ka një ecuri mjaft të mirë dhe që është e komentuar edhe nga vetë komisioneri Han dhe i gjithë pyetja mbetet tek reforma në drejtësi.